Edhe. Kemi bë shkallën me ashtu edhe heq. Mundomi ta sprefim mirë kalemin. Kalemat është mirë të kemi paka shumë mirë, të rrët jenë, rëndësikat jenë pas mundje. Kalemin ku e merë të marrësh me një artë mirë, që vërtet futët prodhim shpet dhe tjetë jo i efektuar me smundje, tjetë pe me pastër ka ajo që e merë. Ka rëndësit nga përfitet mirë këtu. Shires, si në gjanë. Perfekt. Okay. Me këshu vetëm gjatë bënë, nëse kur e këthe me këshu, okay. S'ka problem, bëne në atë gjatë. O s'ka problem, se shumë. Shpetësh, jo është rëngu kësë të lëvis. Kjo ka rëndësit, a përfitish mirë këtu, s'ka arsye pse mu zona, po aja bëne punën mirë, o e ditiru me ikë. Ja, pra është kohë e mirë, sepse lëkurat direkt ikën vetë, edhe është gjendjet mirë. Ja heqim fundit, e kemi pak më gjatë se s'duhet. Këto kalema janë që 2 muaj në frigorifer, sepse i ruajmë se nuk gjejmë kudo kalema të mirë. Këto i kam marrë në Korçë, janë paka shumë e njëjta nivel, sepse ndikon shumë edhe shartesat. Për shembull ara turke bon këtu në majt malit ajo me degat kuqe. Qalteri 3, si quhet, ajo nuk përshtatet, ndërsa qalteri turko amerikan është e përshtatshme për deri 1400 metra, 1500 metra borë. Këtu ne jemi. Nga 300 deri 1500 metra nuk ka problem për klimën edhe rritet si penë. Ndërsa po të vëm një turke, tresh, qalter, kuq, tu nuk zhvillohet, sepse është ftohtë, miq. Ajo është për zonat e ngrohta. Është për poshtë Tiranë, Shkodër, Lezhë, Kavaj, Fier. Në gjithë jugun e Shqipërisë bën, por tek ne zonat malore nuk përshtatet. Rritet shumë pak dhe ngelin shumë mrapa, japin shumë pak rezultat. Ja. Shqipim dhe kësaj. është për mrekulli. Tjetër të këtu. Veç këtë ta kallim njërës, bërgjet pa e ndes. Dhe, si ishte? Ta bëjmë që këtë, bravo. Ka shpikima nuk ka, mjafton t'i vesh pak menën, për që në pak të marish vesh që tu pa mu,